Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka marrë pjesë në pritjen e organizuar me rastin e Ditës së Evropës, që sipas tij paraqet një ngjarje që simbolizon vlerat e bashkëpunimit, paqes dhe integrimit evropian. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ali Ahmeti, teksa ka uruar Ditën e Evropës, shkruan se rruga jonë drejt Evropës mbetet orientimi i palekundër politik dhe strategjik, angazhimi për institucionet e forta, barazi, demokraci dhe perspektivë evropiane për qytetarët tanë vazhdon me përkushtim të plotë. Shënimi i Ditës së Evropës vjen në kohën kur e ardhmja evropiane mbetet në hije të përplasjeve politike në vend. Fokusi është hedhur tek ndryshimet kushtetuese, raportet me Bullgarinë dhe përgjegjësinë politike për ngecjen e procesit euro-integrues. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Mihalis Rokas këtyre ditëve dërgoi një mesazh të qartë. Me mbështetje të fuqishme për antarësimin në Bashkimin Evropian, Maqedonia e Veriut duhet të bëjë progres në reforma, ta përforcojë bashkëpunimin rajonal dhe të mbetet në kursin e të ardhmes së përbashkët evropiane. Sipas euroambasadorit, ajo që mungon në këtë moment është pragmatizmi, vendosmëria dhe dëshira që të ketë unitet të spektrit politik, me qëllim, siç tha, të bëhet hapi vendimtar përpara.